Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar akuza se pjesë e uniformave blu janë dhe persona të inkriminuar. Gjatë prezantimit të programit për rendin dhe sigurinë, theksoi se kjo do të marrë fund me ardhjen në pushtet të demokratëve. Jemi në situatë ku, për fatin me të keq, rendi dhe siguria janë tërësisht në duart të krimit, po i garantoj që nesër, kudo që t'jenë, edhe në shpellat më të larta të këtij planeti, do të gjenden dhe do sillen para drejtësisë, do marrin ndëshkimin që meritojnë. Madje paralajmëroi se do të bëhen publik të gjitha faktet që mbështesin pretendimet e tij. Dosjen 100 milion faqe të ardhura të bisedave telefonike që dëshmojnë lidhjet e tmerrshme të krimit me politikën do të zbardhen, do të bëhen publike. Një tjetër detaj i programit të PD ishte dhe ngushtimi i hendekut të pagave në polici. Rrogat do rriten të niveleve të inspektorit, komisarit, në mënyrë që të ngushtojmë hendekun e madh që është krijuar edhe në polici midis rrogave të larta dhe rrogave të ulta. Theksoi se do të marrin të gjitha hapat e nevojshëm për të vënë përpara ligjit shkaktarët e lidhjeve mes uniformave blu dhe krimit. Pa dhënë emra, Berisha u shpreh se të përfshirë janë eksponent qeveritar aktual. Do nisë me ministra, bashkëpunëtor të kriminalëve, mburoj e kriminalëve. Premtoi modernizimin e mjeteve dhe uniformave si pjesë e programit të PD dhe partive aleate që garojnë në zgjedhjet e 11 majit.